Kafshët gjigande që nuk do të besoni se ekzistojnë në të vërtetë. A e keni gjetur ndonjëherë veten duke parë kafshët tuaja shtëpiake, kafshën tuaj të preferuar dhe e keni menduar, pyes veten nëse ka ndonjë gjë më të madhe se kjo krijesë. E po, nëse po shikoni një chihuahua, atëherë kjo është disi e qartë. Pra, riduar kryq, merr pijen tënde të preferuar dhe mirë se vjen në kafshët më të mëdha në botë. Ej, mirë se vini përsëri në një video të re. Tani, përpara se të fillojë videoja, dua që ju të zbrisni menjëherë dhe shtypni butonin like. Gjithashtu, ndërsa jeni atje poshtë, siguroni që të abonoheni për më shumë video. Nëse shtypni butonin abonimit, atëherë shtypni dhe atë ikonin e zilës pranë butonit abonimit në mënyrë që të mund të aktivizoni njoftimet e postimeve. Nëse keni shtypur butonin pëlqim dhe jeni abonuar në kanal, atëherë më njoftoni duke vendosur një koment më poshtë duke thënë "U abonova" dhe unë do të përgjigjem 100 individëve me fat. Kriket gjigant, insekti më i rëndë dhe kriketi më i madh në botë. Këta kriket gjigant kanë aftësinë për të ngrënë vetëm karrotat e gjata, sado rrënqese dhe rrezikshme që mund të duken. Këto kriketa të mëdha nuk paraqesin kërcënim për jetën e asnjë njeriu. Ata veprojnë njësoj si çdo kriket tjetër, plotësisht pa dëmshëm. Këto krikete masive priren të fshihen në pemë gjatë ditës, por në dimër, ata janë të prirur të ngrihen në një blok akulli. Pasi të kenë mbaruar dimri, ata zgjohen sikur asgjë të mos kishte ndodhur